Kam dalë protest pak knaqësisë të disa individëve që janë duke bërë edhe përqamje ndaj popullatës tonë muslimane, gjithashtu edhe katolike, por edhe ortodokse. Me qenë se kum pasur edhe ma heret një provokim rreth vllavë tem, i njëjti rast ka qenë, po e kemi rregulluar atë punë dhe jemi kthy prapë në atë rani që duhet me konë. Sa i përket kësaj gurthemelit të kishës në Zagori, unë i bona 62 vjetë, 10 vjetë po thëmë që s'kom ditë kur gjuhët, që 52 vjetë këtu kur një nga të restë keqe me dikon se kemi pasë. Kush po mendon që është të ndërtu kishën? Këtu kishën ka njëzi, unë po besoj që janë njëzi me dorë prej Serbisë, në përmes organizatave, lidhja Deçon, ta që shpothirë, ta Lëvizja Deçonit, kjo tjetra ekstremiste që e kanë ta katolikët, që po quen s'po di që me thonë, mirë po na nuk lejojmi. Për këtë ndërtim që janë të e bo, a kanë morë leje dikon? Jo, nuk kanë leje. Këta janë kryen veti, ditën që kanë lajmëru me 18 gosht, për shembull, gurthemelin, ata në mënyrë tinzare e kanë bë gurthemelin me 17-in. Se janë njerëzit që se majnë fjallën. Kur të majsh fjallën, maje edhe qaty, edhe në qovë se vdes qaty ri. Po na nuk jemi në atë mënyrë që me bo trazira, e konflikte sen, po në mënyrë paqësore. E që kanë të bëjnë me ndërtimin e kishës? Sen këtu s'ka banor. Krejt kjo pjesë këtu i ndalë krejt në qytete se për shkak të kushteve. S'ka rrugë, s'ka shkollë, s'ka fëmijë, edhe për çfarë. Pse po menon në batë që e kanë zgjedhur ata që të lokacion kur o krejt bosh? Për çfarë arsye? Cili është dyshimi jo? Dyshimi jam është veç për përçarje. Veç për përçarje. Për tjetër dyshim unë nuk kam, pse në po vinë atje në fshatin Samadresht, ku është kisha e ortodokse që është kish me rronjë katolike. Po e kanë marrë pravoslavt edhe peshfrytëzoi kishën mes oborit shkollës edhe kisha është në Samadresht. Bashën tokë babgjyshit tem shkiet e kanë marrë, ose sërbë që shdush të thujmi, ja kanë marrë babgjyshit tokën, ja kanë marrë kishën. Aja ku me ditë sa 600 vjetë me siguri, aja kish katolike. Pse si janë ardhë aty me meremetu ato dhe që ajo është monument historik, pa marrë pa asyshe kënë është. Migja jem, ato e ka bo dhe pleme. Ka shti kashte, dhe me thonë vitet dikun 41-ën, e kam vra dhe babgjyshin tem sërbët. është edhe veni ku është vrohe, krejt i dimi. E këta në përmes ty në njëzve po mundohen prap në që ato me përsërit. Dviteve prej 1905 të se klena. Mirë bas, një mesazh këtë për fond për krejt që ta financusit të se kishës. Për mesazh, kësha dhonë një mesazh shumë qetë. Të rrim mirë, qetë, bashkëtist, bukur, në tërheqen prej kësaj projekti, se për ndryshe s'ja arrin qëllimin. S'kan me arrit qëllimin.